Një investigim ekskluziv i emisionit italian Lejene zbulon ekzistencën e një rrjeti të mirë organizuar mashtrimesh financiare që operon nga Tirana, duke targetuar qytetarë në disa vende europiane. Një call center i vendosur në një nga kullat më moderne të kryeqytetit dyshohet se gjeneron deri në 30 milion euro në muaj, ndërsa ngrihen dyshime serioze se paratë e fituara përdoren për pastrim parash nga aktivitete të tjera kriminale. Investigimi ekskluziv i Lejene, call center në Tiranë, mashtrim financiar që gjeneron 25 deri në 30 milion euro në muaj, dyshime të forta se këto struktura përdoren për pastrim parash nga trafiku i drogës dhe armëve. Në zemër të Tiranës, në kullën moderne Forever Green Tower, një call center me rreth 100 operator dhe konsulent financiar ishte organizuar si një makinë për të mashtruar dhe grabitur klientët. Investigimi i realizuar nga gazetari italian Luigi Pelazza për emisionin Lejene tregon se ai funksionon si një rrjet i mirë organizuar mashtrimesh financiare me shtrirje ndërkombëtare. Call centeri targeton klient në Itali, Francë, Gjermani dhe Spanjë, duke e bërë Tiranën një bazë operative kyçe, nga ku koordinohen telefonata mashtruese, platforma financiare të manipuluara dhe ekipe ndërkombëtare operatorësh. Investigimi u mundsua fal infiltrimit të një personi me eksperiencë 3 vjeçare në këtë fushë, i cili kishte punuar më parë në Qipro dhe arriti të dokumentojë mënyrën e funksionimit të rrjetit. Struktura e call centerit brenda Forever Green Tower, ku punonjësit janë të detyruar të dorëzojnë telefonat celular në hyrje për të mos filmuar apo regjistruar, është ndarë sipas shteteve, secila me taktikat dhe ekipet e veta. Operatorët përdorin identitete të rreme dhe strategji të përshtatura sipas targetit të klientëve që kontaktojnë. Brenda këtyre ekipeve operojnë operator financiar, konsulent senior dhe koordinator, të ndarë qartë sipas rolit dhe tregut, duke bërë mashtrimin të sofistikuar dhe të mirë organizuar. Në qendër të skemës qëndron një procedurë e planifikuar me kujdes. Viktimat fillimisht bindeshin të investonin shuma të vogla, zakonisht rreth 250 euro, për të hapur një platformë online që pretendonte të menaxhonte investimin. Platforma shfaqte grafik dhe shifra të manipuluara që tregonin fitime të mëdha, duke i bindur klientët të rrisin investimet. Konsulentët senior i shtynin vazhdimisht të shtonin shumën e investuar, kur viktimat kërkonin të tërhiqnin paratë e fituara, operatorët zhdukeshin, telefonatat ndërpriteshin dhe platformat bëheshin të paarritshme. Sa më shumë klient mashtrohen, aq më e lartë është përqindja e fitimeve që merr çdo operator dhe konsulent financiar në këtë call center. Paga e operatorëve është jashtëzakonisht e lartë dhe lidhet dritë për dritë me suksesin në mashtrimin e klientëve. Operatorët mesatar fitojnë nga 15.000 deri në 50.000 euro në muaj, ndërsa operatorët më të suksesshëm marrin 21% të fitimeve mujore të kompanisë, që përkthehet në rreth 200.000 euro në muaj. Madje ka raste kur konsulent dhe operator arrin të fitojnë deri në 1 milion euro në muaj. Përveç kësaj, operatorët përfitojnë edhe strehim falas, bileta avioni dhe mbulim të shpenzimeve të jetesës. Xhiroja mujore e kompanisë arrin në 25-30 milion euro, ke treguar për masat e jashtëzakonshme të mashtrimit financiar. Investiguesit infiltruan rrjetin përmes bisedave në Telegram, ku ish punonjës dhe persona të lidhur me kompaninë ndanin informacione të brendshme. Investigimi ngrej gjithashtu dyshime të forta se kjo xhiro e madhe parash përdoret për pastrim parash nga aktivitete të tjera kriminale, përfshirë trafikun e mundshëm të drogës dhe armëve. Hetimi tregon qartë se skema nuk është një mashtrim i rastësishëm, por një strukturë kriminale mirë organizuar me shtrirje globale. Ky investigim tregon se Tirana është kthyer në bazën operative të një rrjeti mashtrimesh që funksionon si një kompani ndërkombëtare e sofistikuar, ku operatorët përfitojnë paga marramendse dhe kompania gjeneron një xhiro prej 25 deri në 30 milion euro çdo muaj. Sipas hetimeve në bashkëpunim me autoritetet italiane, ka rezultuar se drejtues të këtij rrjeti janë 3 vëllezërit Agim Prekaj, Alfred Prekaj dhe Arian Prekaj, të cilët janë shpallur në kërkim. Ata lëviznin me një Ferrari në rrugët e Tiranës, e cila është sekuestruar nga grupi hetimor. Të arrestuarit deri tani janë Remir Gjoligaj, Endri Gjata, David Qerimi, Elis Merkaj, Rentian Peposhi dhe Odeas Kuqi.